Ndryshimet në ligjin për sportin të propozuar nga Ministria e Arsimit kanë sjellë përplasje në Komisionin për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik, edhe pse vetëm një seancë dëgjimore e thirrur për të dhënë versionin e saj. Kokshme në krye presidentin Fidel Ylli shpjegoi arsyet pse kërkohen këto ndryshime, por gjeti kundërshtimin e ashpër të palës opozitare mbi të gjitha pika shtesë që i jep të drejtë Kokshit të organizojë aktivitete sportive në shkolla dhe universitete jashtë orarit mësimor. Është një shtesë kompetence që në statutin e Kokshit, në vendimin e Këshillit Ministrave kur është krijuar Kokshi, cilin unë kam këtu, nuk ja parashikon. Ju e keni kryer de facto këtë funksion, edhe pse nuk ka qenë përpara me ligj, dhe tani Ministria vjet në funksion për ta institucionalizuar me ligj de jure atë gjën që ju e keni bërë de facto me aktivitetet që sapo thatë ju tani. Kryetari e komisionit i referohet projektit të ekipeve sportive në shkolla, që për 3 vite organizohet nga Kokshme një buxhet prej $5 milion nga buxheti i shtetit. Këtë vit ne na janë dhënë gjysmat e lekëve për arsye zgjedhje dhe ne, po të shikosh, na kanë dalë leca trajnerë thosë na keni paguar. Po ku ti paguajmë? Prandaj është bërë në ligj që të jetë detyrues që nesër ikën Fideli, vjen një Fidel tjetër, të jetë në krye televizion olimpike, ta gjallëroj sportin në shkollë. Në komision u dëgjua dhe versioni i Federatës Shqiptare të Futbollit, që hapur vitet e fundit ka patur përplasje me Kokshin, mbi të gjitha përkasin shqiptar. Mungon tërësisht përshkrimet qarta mbi problematikat ekzistuese, se që ndryshosh një ligj, duhet të ketë disa problematika ekzistuese, këto duhet analizohen, duhet sillen për vëmendje. Pretendimi që ndryshimet janë kërkuar nga Koksh dhe se përfaqësojnë interesat e komunitetit sportiv, po ju them që këto nuk përfaqësojnë interesin tonë. Vet Kokshi që po përpiqet të ngrejë këtë arbitrazh sportiv, është ai që nuk po zbaton sot një vendim të Lozanës. Të martën Komisioni i Edukimit do të zhvillojë një tjetër seancë dëgjimor me Federatën Shqiptare të Sportit Universitar dhe atij shkollor. Të dyja kanë akuzuar Kokshin se po ndryshon ligjin me qëllim për t'u marrë organizimet e përrjedhoj fondin.